Besoj që nëse strukturat do jenë të këtij mendimi, po. Jam i gatshëm. Çfarë vlerë të shtuar do sillni për Fierin? Besoj që ndoshta s'është ky momenti për të folur për këtë gjë, po sigurisht mendoj që përgjegjësia është shumë e madhe. A ka pasur propozim konkret nga jush? Në asamble ka pasur fakt. Po, nga strukturat e partisë në bazë ka pas disa propozime, një nga ato kam qenë dhe unë, kështu që i ngelet strukturave drejtuese të partisë të vendosin për këtë çështje. Përballë do të keni një kolegën në fakt në zgjedhjen do thoya definitive, pasi kandidatura tjetër është gjithashtu një deputet, është zoti Ervin Koçi. Nuk shoh ndonjë problem në këtë pikë, ne jemi kolegë, jemi miq, jemi shok, kemi ndarë shumë beteja, shumë përpjekje si në opozitë, si në mazhorancë, kështu që nuk shoh ndonjë problem në këtë pikë, nuk më shqetëson kjo. E rëndësishme është që të bëhet më e mira dhe të kemi mundësi që atij qytetit t'i japim zgjidhjen e dur dhe të bëjmë zgjidhjet e dura për problemet që ka ai qytet.